Numri i mjeteve të regjistruara pranë Drejtorisë së Shërbimit dhe Transportit Rrugor në fund të 2024-s arriti në 960.000 mjete, me arritje të ndjeshme vit pas viti, por 240.000 prej tyre nuk paguajnë taksë dhe detyrimet vjetore prej vitesh. Drejtoria e Transportit ka hartuar listën e debitorëve dhe ja ka dërguar Drejtorisë së Tatimeve për mbledhjen e tyre me forcë. Sipas të dhënave, borxhi i akumuluar arrin në 17 miliard lekë. Kreu i DSHPTR-s, Ilir Mëngra, u shpreh se për arsye se numri i debitorëve po rritej me kalimin e viteve ne morëm një fushat sensibilizuese për debitorët. DPSHTR ndërvepron me institucione të tjera nëpërmjet marrëveshjeve të bashkëpunimit, ku një prej tyre është edhe ajo e tatimeve. DPSHTR disponon regjistrin aktiv të mjeteve, jep informacion çdo datë 31 janar tek Drejtoria e Tatimeve për listën e debitorëve që nuk paguajnë taksat. Më tej i takon tatimeve të marrin hapa të nevojshëm. Aktualisht kemi mbi 200.000 mjete me taksa të papaguara ndër vite, tha Mëngra. Një pjesë e këtyre makinave janë mjetet të cilat mendohet se nuk janë në qarkullim, por ato nuk janë regjistruar, por mjetet me debi nuk mund as të shiten as të blihen. Taksat paguhen në çdo drejtori rajonale. Aktualisht po bëjmë një marrëveshje me një bankë të nivelit të dytë për të paguar online detyrimet. Detyrimet janë të konsiderueshme, por ato ndryshojnë çdo ditë dhe çdo vit, pasi mjetet vjetërsohen dhe kanë të tjerë koeficient, si dhe kamatavonesa rritet më tej. Deri tani nuk bëhet fjalë për bllokim të këtyre mjeteve nga ana jon, por ato janë në sekuestro konservative, pra individi nuk mund të tjetërsoj dhe as nuk mund ta shes, shtoi Mëngra. Disa vite më parë, qeveria aplikoi falje të plotë dhe të pjesshme të detyrimeve të kamatavonesave dhe gjobave të automjeteve. Përfitues do të ishin rreth 100.000 pronar mjetesh, por kjo falje nuk pati efektin e pritshëm.